I nderuar zoti kryetar, të nderuar koleg, për te komplikimit të debatit parlamentar, do dëshiroja, duke u nisur nga disa fakte të ditës, të shtroj disa pyetje të thjeshta. Sot, policia zgjësoi disa 10 parcela narkotikësh në Shkodër. Në Vlorë, narkotikët e shkatëruar i numëroi me rënjë. Flitet se mund të kemi edhe një rast si të vjetshmin të një avioni, në tentativë për të transportuar drogë. Dëshiroj të jem dashamirës dhe pozitiv. Zoti kryeministër, zoti ministër, reklamoni shkatërimin e plantacioneve duke shndëruar në spektakël, duke transportuar parlamentar dhe gazetar të huaj me helikopter. A mund të na përgjigjeni? Si arritëm që bimët e narkotikëve të arrin lartësinë e shtatit të njeriu? Kur u mbollën? Kur u prashitën? Kur u ujitën? Se po flitet për 10, për 100 parcel, ka arritur milioni i rënjëve të asgjësuara. Ku ishin organet e rendit? Ku ishin strukturat të luftës dhe të parandalimit të narkotikëve? Ku është pushteti vendor? Kemi përgjegjësi ligjore, që nga kryeplejt, kryetarët e bashkive dhe kështu me radhë. Zoti kryeministër, zoti ministër, na thoni, si arritëm në këtë situatë dhe cilat janë përgjegjësitë? Sinjalet vinin si nga viti i shkuar edhe nga periudha e deritanishme. Vendet fqinje kanë blokuar sasira më të mëdha se sa çdo vit tjetër. Juve pretendoni se keni shkatëruar sasi më të mëdha se sa çdo vit tjetër. Çfarë po ndodh? Nuk ishit para përgatitur për të përballuar këtë fluks kultivimi të lëndëve narkotike? I keni toleruar? Apo edhe diçka më keq, keni bashkëpunuar? Këto duan përgjigje të sakta, të qarta, të kuptueshme për të gjithë ne. Shqipëria nuk mund të konsiderohet prej jush një terra incognito, që nuk dini se çfarë ndodh, që nuk dini çfarë po bëhet. Ka edhe pikpyetje të tjera. Dhe ju lutem shumë konstruktivisht, zoti ministër. Flitet se juve shkatëroni plantacionet në disa raste, pasi është vjel prodhimi i parë dhe më cilësor. Një rast. Ose pasi toleroni parcelat të tjera në bashkëpunim me trafikantët. Ose edhe më keq. I shkatëroni ato vetëm pasi janë prishur pazaret me struktura që janë të destinuara luftën kundër narkotikëve. Nuk keni pse na e ktheni hipokrizin në një sistem, kryesisht kryeministri. Të mos flitet për këto, se fletet gjithë shoqëria. Dilni rrugëve, shkoni kafeneve, të gjithë thonë përshkruajnë situata, vetëm një gjë nuk thonë, për të mos përmendur emra, sepse është futur frika deri në palc. Prandaj, do t'ju lutesha, janë fenomene afat shkurtra, nëse juve mendoni se si struci mund t'i fshiheni realitetit. Por, më çudit edhe një fakt tjetër. Ne kemi një kryeministër, një bragadocio inflacionist, këshilloi amerikanët në lidhje me kandidatët presidencial, këshilloi britanikët në lidhje me Brexitin, apo me Brimejn. Si nuk foli në një aktivitet 3, 4 deri në 5 fjalime në ditë, mban televizioneve për luftën kundër narkotikëve? Si nuk than një fjalë me studentët e ekselencës, maturatët e ekselencës para disa ditëve për efektin e narkotikëve, të shtrira masivisht në rinin tonë? Shkatërohet rinia, shkatërohet familja, shkatërohet shoqëria. Flitet për raste
se në sezonin e pushimeve një arsimtar detyrohet të plotësoj të ardhurat e veta duke punuar në plantacione, degradim social. Nuk ju shqetëson. Lere një Partinë Socialiste, lere një Partinë Demokratike dhe çdo parti tjetër. Nuk ju dhimbë se kjo shoqëri flitet për dy çështje midis shqiptarëve sot, për narkotikët dhe për braktisjen e vendit. Po shkon shoqëria jon me ritme maramendëse fatkeqësisht, drejt një shoqërie kaukaziane, drejt një shoqërie amerikano-latine. Dhe ne krefemi këtu, jo ishin 2.000 rënjë më tepër, apo 2.000 rënjë më pak. Nuk ka precedent më të madh hipokrizie në këtë drejtim. Prandaj, të nderuar, të debatonim për Dibrën. Është një nga efektet e narkotikëve diferenca spektakolare e votës në Dibrë. Unë nuk isha pjesëmarrës në zgjedhjet e Dibrës. Nuk jam ndër fituesit. Po çuditërisht kur nuk mbështeta as kandidatin e opozitës, ndihem shumë humbës. Përse ndihem humbës? Si qytetar, si politikan, si kryetar i një force politike. Pse? Të gjithë ata njerëz të cilët e shitën votën, kanë një arsye madhore. Vota dhe demokracia nuk është më çështje për ta. Dhe këtë ua kemi imponuar ne, me varfërinë, me skamjen. Nuk mund të gjykohet një familjar me 2-3 fëmijë kur i mban vetëm me një lop. Nuk i intereson më vota, nuk i intereson më demokracia, i intereson buka e përditshme e fëmijëve të vetë. Dhe kjo situata ndodh në Shqipëri. I nderuar zoti ministër, nuk dua t'ju aprish festën. Gëzoni, shtroni dreka, darka, po juve në thellësi të vetvete se dini se në Dibër nuk fituat. Ju ishit humbësit më të mëdhenj. Se aty u fitua një bashki që nuk do të bëni asgjë më tepër se çfarë bët gjatë mandatit që jeni duke qeverisur. Por humbët një diçka të madhe. Humbët shpirtin e demokracisë. Dhe nuk fitohet shpirti i demokracisë as me rrugën e arbrit, as me thasët me miell, e ku di unë se çfarë. Më lejoni që të shtroj dhe një çështje tjetër që sërish çon argumenta drejt asaj që shtrova pak më parë, se këtu po tentohet të na fusin të gjithëve në një hipokrizi dhe ta ngrinë atë në sistem. Një portal dhe një analist i njohur ngrë tezën se në Shqipëri ka filluar kultivimi i lulëkuqjes. Zotërinj, a e kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Zoti ministër, është e vërtet? S'është e vërtet. Bani një qëndrim. Bani një qëndrim. Në qoftë se kjo është e vërtet, duhet ta dinë qytetarët shqiptar se kemi një hap cilësor negativ degradus për pozicionin e vendit, për interesat e veta afatgjata. Nuk janë muhabete, zoti ministër, që shkoni pyesni analistin, pyeteni juve. Jepni përgjigje të sakta dhe të qarta. Ndodh apo nuk ndodh? Se këto janë fëminore, jo pyesni analistin. Nuk është detyra ime të pyes analistin. Është detyra juaj të informoni publikun për çdo gjë që ngrihet në këtë vend si shqetësim dhe si tezë. Prandaj, të nderuar koleg, është një fatmirësi ajo që ndodhi dhe si ndodhi në Dibër. Përse? Që të zgjohemi të gjithë, që Dibra të mos na përsëritet në të gjithë Shqipërinë në zgjedhjet e vitit 2017. Faleminderit zoti kryetar. Së pari, zoti ministër, dëshiroj që krejtësisht, miqësisht, është tingëllon tepër cinike dhënia e sugjerimeve për një koleg parlamentar se kur dhe se si do trajtoj një çështje apo një shqetësim të vet. Pak më i vetë përmbajtur. Nuk je në moshë që të nxiton diçka akoma, i ketë gjitha përpara. E dyta, në një kohë që trajtoj në kushtet se duhet bashkëpunimi të gjitha palëve
mban fjalimin më militant në parlament. Në një kohë që kërkohet një front i unifikuar kundër fenomenit, je ai i cili do ta fragmentarizosh këtë gjë. Së dyti, dëgjove disa pyetje dhe thua mi drejtoni në mënyrë zyrtare. A ka në Republikën parlamentare mënyrë më zyrtare se sa drejtimi i pyetjeve nga një deputet për një ministër nga podiumi i parlamentit? Doni t'ju përsëris sërish se folët gjatë, po nuk më përgjigjet. Roli juaj cili është zotëri, konstatues apo luftues i fenomenit? Dilni këtu dhe më bëni statistika konstatuse. Në një kohë që jeni i destinuar nga kushtetuta dhe nga ky kuvend që ta luftoni fenomenin. Më nxjini të njëjtat statistika e nxori kryeministri para 2-3 seancash dhe më thoni se fakti se në vitin 2008 Berisha nuk qe i suksesshëm në luftimin e fenomenit, unë do të jem pjesërisht i suksesshëm. Është viti i tretë që administron fenomenin si ministër. Cilat janë rezultatet zotëri? Po shkojmë për vite dhe më keq, e transportoni me mushka, transportohet me avion, e kuptoni, ndërgjegjësoheni. Dhe pyetja e tretë zotëri, ju shtrova një çështje, thashë them spekullim, nuk e di, keni një përgjigje zyrtare, a keni të dhëna se në Republikën e Shqipërisë ka filluar kultivimi i lulkuqes?